Ekipi flamurtarit në basketbol për femra shpallet kampioni i Ligës Unike. Vajzat vlonjate ja dalin të fitojnë në finale me 10 pikë diferencë përballë Peja 03, duke fituar kompeticionin më të rëndësishëm në basketbol për femra që luhet mes ekipeve më të mira të Shqipërisë dhe Kosovës. Ndeshja e zhvilluar mbrëmjen e sejntes në pallatin e të mbushur të sportit flamurtari, ku prezent ishin qindra tifoz, i zhvilluar mes rivalitetit mes ekipeve finaliste. Kapitene së flamurtarit Tea Memushi i është dorëzuar Kupa e Kampionit, e cila e rrethuar nga publiku i zjarrt ka ngritur lart Kupën e Kampionit për t'i dhuruar Vlorës një tjetër titull të merituar. Trajneri i ekipit Kuqezi, Agim Dalipi, ka një falënderim të veçantë për tifozët, të cilët sipas tij ishin mbështetësit kryesor të ekipit. Një ndeshje e fituar me merit, e cila sipas Dalipit i takon merita vajzave të ekipit Kuqezi. Synimi i radhës është titulli kampion, sipas trajnerit Dalipi, në kampionatin kombëtar të basketbollit për femra. Kjo ishte një ndeshje finale, kuptohet me përgjegjësi të madhe, me emocione, dhe objektivi jonë, siç e kam shprehur, ishte që neve këtë kupë ta mbanim këtu në Vlorë. Ne kemi bërë 2 ndeshje shumë të mira, me Prizrenin, që ishte skuadër shumë e fortë, dhe me PM po ashtu edhe kjo një skuadër shumë e fortë. Unë s'mgelet gjë vetëm të uroj vajzat për sakrificën, për dëshirën, për mundin që kanë derdhur gjatë kësaj kohe në stërvitje dhe ndeshje, dhe merita më e madhe u takon vajzave, dhe pa harruar spektatorët e dashur, sidomos ai grupi Kuqezi, që na kanë dhënë një shtytet të jashtëzakonshëm për këto 2 ndeshjet e finale. Tani na ngelet objektivi i fundit, titulli kampion, që do mundohemi që edhe këtë arrijmë. Për kapitenen Tea Memushi, ngritja e Kupës së Kampionit në Vlorë ishte trofeu më i rëndësishëm që i mungonte flamurtarit, tepër e emocionuar për këtë arritje dhe njëkohësisht e nderuar që vjen pikërisht përballë tifozave Kuqezi në Vlorë. Ndihemi të gjitha shumë mirë, sepse ky ishte një trofe që na mungonte në arkivën e trofeve që klubi shumë sportish flamurtari ka për sa i përket disiplinës së basketbollit të vajzave. Ajo që na ka bërë të ndihemi edhe më mirë në këto finale të organizuara në Vlorë është publiku i gjerë, i cili e falenderojmë pamazë dhe shpresojmë që t'i ketë shuar që të gjitha ndeshjet. Konkurenca ka qenë shumë e lartë. Sipas llogarive, ai që ishte më pretendent ishte ekipi i vendit të parë, Bashkimi, kishte asnjë humbje në këtë garë. Mirë po, kjo është e bukur e lojrave ose e ndeshjeve të forta, që asnjëherë nuk dihet fituesi dhe publiku thjesht shijon ndeshjet pa e ditur deri në sekondën e fundit se kush do të jetë fitues. E shpallur si më e mira e ndeshjes, Desire Ramos tregon se ndihet e emocionuar. Sipas saj, fitoria ishte merit e të gjithë ekipit, një ekip i fortë dhe i konsoliduar që dominoi sipas Ramos takimin, duke mos lënë hapësira për kundërshtarin. Oh man, I feel great. It was great to be MVP. It was great to win it as a team. I thought we did great today, so I'm very happy. Very happy. Unë ndihem shumë mirë. Është fantastike të shpallesh si basketbolistja më e mirë e ndeshjes. Është shkëlqyer të fitosh si një skuadër e fortë. Shumë e lumtur. Ishte një ndeshje shumë e vështirë pasi ekipi Pejes na sfidoi neve. Por unë mendoj se me tifozerin ton, energjinë që ishte sot këtu, na dha fuqi. Kështu që ne fituam. Është një fitore e merituar e flamurtarit e ne me sa duket arritëm diçka të merituar. Skuadrat e tjera të këtij kompeticioni ishin gjithashtu shumë të forta, por ne ishim ekipi më i konsoliduar e luajtëm mjaft mirë si një skuadër e vërtet. Liga Unike zhvillohet mes ekipeve më të mira nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa në fazën finale morën pjesë krahas Flamurtari dhe Pejës edhe ekipet si Bashkimi i Prizrenit dhe Partizani.